Arsyeja primare e ftesës për këtë konferencë për shtyp kanë të bëjnë me akuzat e pabazuara nga subjektet opozitare në lidhje me importet e energjisë elektrike. Në 5 vitet e fundit, ajo çfarë qytetarët e Republikës Kosovës, edhe ju si gazetarë, duhet të informoni dhe për këtë bashkë me kolegën tim Arlin Mandxuka, e kemi një mega file të gjitha blerjeve, shitjeve, kontrata të energjisë elektrike për vend edhe për furnitor, që nga viti 2008 do jetë e qashme për ju që një herë mirë ju ta sqaroni këtë dilemën e akuzave dhe propagandës opozitare që ne e gjykojmë është për të mbuluar krimin qoftë përgjegjësinë e tyre të drejtë për drejtë në këtë kontrata, po ashtu edhe për të mbuluar fajin politik për dëmin që ja kanë bërë qytetarët e Kosovës për shkak të një politike të gabuar të energjisë elektrike që nga viti 2006 e posaçërisht në vitin 2008 kur morën me vendim për privatizimin e KEC-it e posaçërisht pastaj nga viti 2013 kur projekti i tyre për privatizimin e furnitorit të energjisë elektrike dhe distributorit të energjisë elektrike mori jetë. Pikë e parë është akuza se me 28 nëntor Kosova po importon energji elektrike nga Serbia. Qytetarë nderuar të Kosovës, kjo është e pavërtetë. Në fakt që nga koha kur kemi ardhur ne e kaltërta këtu, e kaltërta nga 2008, deri nga këtë koha kur ne kemi ardhur në pushtet, është importi i energjisë elektrike nga Serbia. Po, Kosova ka dominuar. Importi i energjisë elektrike nga Serbia ka qenë prevalent, furnitorët nga Serbia kanë qenë dominues në tregun e Kosovës deri në kohën kur ne kemi ardhur në pushtet. Padyshim, qoftë përmes kontratave të drejtë për drejta që i kanë nënshkruar aktorë kryesor të KEK-ut, edhe cilat i kanë këtu, edhe do ja japi juve, aktorë që sot dalin në intervista edhe akuzojnë për energji, i kanë kontratat që ata kanë pas përgjegjësi të drejtë për drejtë, këtu i kanë, dhe pastaj nga 2020 e këntej, fillimisht Slovenia dhe së fundmi, në 3-4 vitet e fundit është Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut dhe Danimarka përbëjnë 94-95% të gjithë importit të energjisë elektrike. Pjesëmarrja e Serbisë në tregun gjatë importit të energjisë elektrike në vitin 2025 është më pak se 1%. Më pak se 1%, i lutem, këto janë të dhënat që i kemi marrë deri dje. Për ju që dëshironi ta verifikoni. Nuk jam shumë i sigurt nëse këtë mund ta bëni përmes Open Data, sepse ka një problem teknik tek dogana e Kosovës, por ajo çfarë mund t'ju siguroj që Serbia është më pak se 1%. Importi i rrymës nga Serbia përbën më pak se 1%. Pretendimet nga kolegët opozitarë që Kosova për 28 nëntor dhe gjatë vitit 2025 po importon energji nga Serbia është pjesë një propagandë të ndytë që ata kanë njekur që nga viti 2021 kur ne kemi ardhur në pushtet. Thonë drejtën kur kemi dëgjuar se kemi ardhur në pushtet në vitin 2021 dhe kjo ka filluar me akuza. Gjithmonë energjia. Mirë po, tek teoria e hetimit të krimit, kur një akuzues bën shumë akuza, ta keni parasysh që ai po e projekton fajin e tyre. Dhe për ta konfirmuar këtë hipotezë, në fakt unë kam gjetur evidencë të pamohshme. Ajo do të jetë në disponim edhe të ju, që kontratat janë 2 subjekte të rëndësishme që ja vlen të diskutohet edhe të vështrohet e të hulumtohet se kush i sove në Kosovë. E para, ju keni dëgjuar për Nova Energy. Në fakt keni dëgjuar Hikmet e Bajrami dhe përfaqësues tjerë të DDK-s, vazhdimisht në kuvend të akuzojnë ne për ndonjë lidhje me Nova Energy. Më lejohet të them, pa asnjë fije dyshimi, dhe e mirëpresin çfarë do hetimi që ka nga çdo institucion. Në fakt, i rekomandoj dhe prokurisë speciale që të shkojnë deri në fund kësaj çështje se kush ishin aktorët që sodën Nova Energy në Kosovë.
as një zyrtar i lëvizjes vetëndosje, as nga qeveria, as nga kuvendi nuk ka lidhje me Noa Energjin. Në fakt, unë i pash kontratën se kush e solli Noa në Kosovë. Noa në Kosovë ka ardhur fillimisht përmes Kostit. Kosti ka nënshkruar një kontratë për mbulimin e humbjeve në veri me Noa Energji. Kontrata është nënshkruar me 15 janar të vitit 2018 ndërmjet subjektit Noa Energji edhe Kadri Kadriu, i cili po përfaqësonte Kostin në atë kohë. Pra, ardha e Noas daton që nga viti 2017. E dyta, Noa Keku i shet tepricat e energjisë elektrike gjatë natës apo gjatë ditës. Dhe pastaj këto subjekte e riprocesojnë e shesin brenda apo jashtë vendit dhe ne na interesoj se kush nënshkrujti kontratë me Noa. Dhe kontrata me Noa është nënshkruar me normë 5 të vitit 2019 ndërmjet Kekut edhe Noa e përfaqësuar nga Gentian Skëndersula. Gentian Skëndersula i nënshkruar nga Niazi Thaçi si kryeshef ekzekutiv. Për periudhën e tij politike nuk pjo flas. Po e dini kush është ai. Tjetra, kjo kontratë s'ka doj, u dash të nënshkruaj edhe një kontratë tjetër. Me Noa dhe një kontrata e dytë është nënshkruar me 11 tetor të vitit 2021 nga Përparim Kabashi, duke ushtruar rolin e kryeshefit kryeshefit ekzekutiv të Kekut. Në fakt kjo është kontrata dhe kjo kontratë është nënshkruar 4 ditë para se ardhi se Nagip Krasniqit në krye të Kekut. Kush i nënshkroi kontratët me Vukamovic? Bazë të vështrimit ton, fatur për fatur, dhe të cilat do të jenë të qasshme edhe për ju në një megafile. Kontratët e para me Vukamovic, paradoksalisht kolegja nga LDK dashti që ta amplifikoj këtë çështje duke thënë që me 28 nëntor po importohet nga Vukamovici, atëherë më lejo ta informoj kolegen në fjalë që të pyes kolegët që i ka afër LDK-s, që kanë nënshkruar dhe kanë influencuar kontrata me Vukamovici gjatë shpalljes së pavarësisë Kosovës. Kosova është furnizuar me energji elektrike pikërisht nga Vukamovici. Kontrata një burimore, siç kanë dëshirë LDK-ja të referohen, me Vukamovicin janë nënshkruar që nga viti 2008 dhe vlera totale deri në vitin 2013 kur këta kanë vendosur mja kalu përgjegjësinë e furnizimit Keskos është në vlerë për 141 milion e 489 euro. Pra 141 milion euro përmes kontratave një burimore është përzgjedhur Vukamovici përfshirë për të furnizuar Kosovën gjatë shpalljes së pavarësisë. Operatori i dytë i rëndësishëm ka qenë Rudnapi, po ashtu i lidhur me Damir Fazliqin. Damir Fazliqi ka qenë nipi i Stanishiqit. Dhe pastaj edhe Geni, se për këtë akuzojnë të tjerët, po dhe me Geni ta kanë nënshkruar kontratë. Subjektet, kanë 3 subjekte që duhet t'japin deklaratë, edhe i rekomandoj që t'japin deklaratë tek prokuroria speciale për këto kontrata, dhe janë Arben Gjuka, Berat Rukiqi, i LDK-s, dhe Niazi Thaçi, i PDK-s. Keku po ashtu ka nënshkruar kontrata me Vukamovicin për të shitur tepricat e Kekut me datë 13 maj të vitit 2019. Subjekti që nënshkroi kontratë në vitin 2019 me Vukamovicin vazhdon të jetë i njëjtë, akteri është i njëjtë, Niazi Thaçi. Vazhdon, kjo është kontratë, është për vështrimin e juaj. Pastaj, dhe kjo është bukur e dhëmshme, një kontratë me Vukamovicin për ta furnizuar Kostin, për t'i mbuluar humbjet e veri. Kjo është paradoksal. Edhe më lejoni pak vëmendje këtu. Kosti me fiduciarët e vetë të përbërë nga përfaqësuesit e PDK-s të LDK-s në Kost. Fillimisht në mars të vitit 2017 vendosën që me ngarku Kostin me pagesat e rrymës të veri. Paradoksalisht, të njëjtit
kontratë për ta furnizuar koste. Për këto e ka nënshtruar me EFT, me Vukamovicin, me datën 28/8 të vitit 2017 për mbulesën e humbjeve. Kjo është kontratë, subjekti që ka nënshtruar kontratë vazhdo të jetë i njëjtë Kadriu. Kjo kostoja përgjithshme e nënshtrimit të kontratës me Vukamovicin dhe përmbulimin e humbjeve në 4 komunat veriore është, si në vijim, kostoja totale e neglizhencës dhe vendimet gabuara e mrin afërsisht 400 milion euro. Pra domi, paradoksi këtë është, fillimisht i ka nënshkruar kontratat kornizë për mbulesën e humbjeve në 4 komuna veriore me akter që ta i ka njoftë mirë me Vukamovicin. Pastaj, poshtë e ka ngarkuar kosin institucion që këta kanë kontrolluar për t'i mbulu këto humbje dhe vlera totale e tyre, domi që këta ja kanë shkaktuar dhe i cili për shkak të qeverisë kurte nuk ekziston më si dëm dhe ngarkesë për qytetarët e Republikës së Kosovës është afërsisht 400 milion euro, ose ma precis, 373 milion euro është domi që ka ardhur si pasojë e këtyre vendimeve të këqija politike. Dhe ju kisha lutur edhe ju, edhe prokurorinë e shtetit, që t'i marrë si dëshmitar subjektet në fjalë. Krasnia Zethaqit, përparim Kabashit, sugjeroi që një deklaratë mund të jepet edhe qendresë Lushtaku, e cila është poshtë në njësinë për monitorimin dhe shitjen e teprisave të energjisë elektrike. Qendresë Lushtaku është e afërt te Berat Lushtakut, që ka qenë kryeshef ekzekutiv i Hiperlepecit, edhe aty është nënshkruar një kontratë të dëmshme. Pastaj mund ta marrë në pyetje edhe Orges Syla. Orges Syla është i biri Ismail Sylës, këshilltar i afërt i Hashim, ish këshilltar i Hashim Thaqit. Dhe poshtu duhet marrë në pyetje edhe Besa Shatrin, që ka qenë kryetare e bordit. Ajo është e Kekut, ajo që ka bërë përshtypje në gjitha këto kontrate dhe konfirmime, është noa gjithmonë njësësia ka dërguar poshtu edhe Besa Shatri. Do besoj që Besa Shatri, përparim Kabashit dhe Niazi Kryeziu, mund të japin informacion të tre përfaqësojnë 3 subjekte politike, ose jo fiduciarë të 3 subjekte politike, PDKL, DKAK, dhe këta mund të referojnë. Kushdo që ka diçka, dhe unë personalisht, po them edhe në emër të subjektit, e përkraj çdo hetim që i zbardh këto krime edhe blerje edhe shkelje potencialit të ligjit edhe rregullave të tregut, dhe personalisht po ashtu ju kam drejtuar dhe kërkoj edhe nga ju si gazetar për hir të interesit publik të pyesni dhe auditorin e përgjithshëm, sepse ju kam drejtuar pikërisht për këtë çështje, që të bëjnë një hetim dhe auditim të plot të Kjetësit dhe Keskës në vitin 2014. Pyetja tek e para, domthonë nuk mohova gjë, është thashë që prokuroria speciale edhe të tjerëve në lidhje me NOA, edhe unë mbështes çfarë do hetimi në lidhje me këtë kompani. Po ashtu duhet të studiohen dhe monitorohen praktikat e tregtimit të energjisë elektrike të kësaj kompanie dhe mbështes çfarë do hetimi të thellë edhe gjykimi që i bëhet. Ju them me pa ekuivoke që praktikat e tujarllokut të energjisë elektrike ngjajnë me këtë formë blenjë teprica përmes prodhuesve në Shqipëri, prodhuesve publik, Keshit, Maqedonisë, Kekut dhe pastaj Shkëmbejnë. Kjo është e para. E dyta, përparim Kabashi ka qenë nënshkruesi i kësaj kontrate, ta thash, në lidhje me kapacitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga termocentrali A dhe B, parafërsisht Kosova, vazhdimisht në 2008 edhe vitit 2021 i ka prodhuar të 2 termocentrale bashkërisht, i kanë prodhuar 5400 gigawatt energji elektrike, që nga viti 2021 deri në vitin e fundit 2024 duhet të ketë arritur dikon në 5800 gigawatt, dhe nuk kam ndonjë arsye përpos një paralajmërimi që kanë bërë vetë ata në kuadër të bilancit të energjisë për shkak të rehabilitimit të Kosovës B me kapaciteteve produse. Po e përmendi këtë pjesë. Mënyrë se si ju keni qasur në kësaj, strategjia jonë ka qenë rehabilitimi i thellë i Kosovës B përmes instaluesit të Kosovës B, që ka qenë General Electric, është kompania amerikane. Aty do të shtohet kapaciteti i energjisë elektrike. E dyta është rehabilitimi i thellë i Kosovës A. Ka pasur një projekt të cilin e pati ka pasur LDK-ja, ju ka paraqit nga Indjeri Avni Kushëmbiu.
projekti Bilfingert për rehabilitimin e vitit 2016, ne po mjeresh kjo nuk është kapitalizuar, në fakt që me këtë Bajrami më ka thënë mu gjatë një debati në kuvend, kjo është publike, që nuk i kemi marrë projektin e Bilfingerit si ja kemi premtuar kontur globale. Edhe kjo është vepër penale, për cilën zonja Bajrami nuk është asnjëherë në prokurori. Domi që këta ja kanë bo me neglizhencën e rehabilitimit të Kosovës A. Rehabilitimi i Kosovës A nuk ka thonë domosdoshmërisht që ti nuk mundesh me ndjekë edhe projekte tjera. Mirë, po ato kapacitetet duhet të shtoheshin, të rehabilitoheshin. Ajo çfarë ne kemi bërë aktualisht është e para është pikërisht ajo, të mos të rehabilitohet bllokçet. E dyta është strategjia për mbështetjen e energjisë së ripërfitshme. Në planin tonë është 1300 gigawatt do t'i shtohen Kosovës përmes prodhimit të energjisë së ripërfitshme. Janë disa veprime që janë ndërmarrë, ankandi solarëve, që është shpall, Selaci si kapacitet i ri. Dhe e rëndësishme tjetër është projekti për instalimin e baterive, që të kurset ose të deponohet energjia elektrike e cila ekziston si teprit, 300 milion euro, 300 milion dollar me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në e katërta, ne po ashtu kemi ndjekur edhe një projekt të eficiencës së energjisë elektrike, për shkak se konsumin kryesor të energjisë elektrike në Kosovë e bëjnë anvisri. Ristrukturimi tarifat përmes ZRE, që ka qenë veprimi i parë, dhe dyta eficienca e energjisë, janë dy veprime që të mundesh me ndërmarrë për me e ul konsumin e anvisrive dhe potencialisht me balancu, në mënyrë që Kosova mos ketë nevojë me importu energji elektrike.